Besmir Pula ka detajet. Besit, përshëndes. Aida, përshëndetje. Pra, Besi, e para njerë ku jemi vendosur dhe çfarë dim për këtë ngjarje? Po, Aida, në fakt jemi vendosur në afërsi të zonës së Pallatit Meshigjeta, më saktësisht në kryqëzimin i cili le themi lidh pjesën e zonës Pallatit Meshigjeta me zonën tjetër të Deliogjit dhe lim në rrugën e Kavajës. Së feruar aksidentit të mbrëmshëm, Aida, ku një urban në fakt i linjës së Astirit është përplasur fillimisht me le themi një vajzë që liste me biçikletë dhe më pas ka humbur kontrollin duke u përplasur edhe me dy automjete të tjera të cilat ndodheshin të ndaluara përgjatë rrugës së Kavajës. Në fakt ajo se çfarë kemi arritur të mësojmë edhe ditën e sotme është vënë në pranga drejtuesit i automjetit Çlirim Shalka, ndërsa aktualisht po merret në fakt edhe në pyetje në lidhje me rrethanat e ngjarjes së këtij aksidenti. Ajo çfarë bën të rëndë Aida është se në këtë aksident në fakt kemi 4 persona të plagosur, vajza e cila shihet në pamje teksa e merr autobusi përpara, por edhe 3 persona të tjerë që kanë qenë pasagjerë në urban. Të gjithë janë jashtë rrezikut për jetën. Se i bie që Besi ka bërë lëvizje të pakontrolluar që ka dëmtuar edhe ata persona të cilët kanë qenë pra në autobus në ato momente. Po mirë, po çfarë ndodhi? E para i breu rrugën biçikleta, ka tentuar të frenojë, ai ka qenë i dehur, ai ka qenë me orë të zgjatura punës, se ka në dorë fatin e mbi 50 personave, në paktën në ato momente, aq është kapaciteti, 40-50 persona. Në momentin e parë, Aida, si shihet në fakt edhe në video, autobusi ka qenë duke pritur në semafor, pra fiks në mbi urën që kalon mbi Milano, duke pritur në semafor, dhe në momentin e parë që semafori të paktën edhe sipas burimit bishohet së thapur, ai ka lëvizur menjëherë mjetin, në fakt duket që në pamje është me një shpejtësi më të madhe se sa mund lëvizet në një zonë të banuar, por megjithatë këtë do duhet ta thotë ndoshta grupi hetimor në vijim. Dhe menjëherë sapo del nga semafori, vajza e cila po kalonte pikërisht në këtë kryqëzim ku janë vendosur unë në vizat të bardha me le të themi biçikletë, është aksidentuar nga urbani. Të paktën tani Aida nuk është se rezulton të tjetë nën efektin e alkoolit, por megjithatë do duhet pritet edhe ndihmë pjesa ekspertizës, qoftë për përcaktuar në fakt Aida shkaqet e aksidentit, sa i përket qoftë anës teknike të mjetit, qoftë shpejtësisë me cilën lëvizte urbani, qoftë më pas edhe nëse ka pasur ose jo probleme të tjera shëndetësore. Pas kemi mësuar Aida dhe kemi parë që në fakt urbanët e linjës Green Line shpeshherë janë përfshirë në aksidente. Është i njëjtë si ai që përfundoi në Lanë, se kështu e njeh opinioni publik. Është i njëjti që përfundoi në Lanë, pra si le të themi kompania Green Line, por ky ishte i linjës Astir, pra bënte linjën Astir Qendër. Dhe sigurisht Aida në fakt në ngjarjet e tjera kemi parë që dhe disa prej tyre kanë humbur kontrollin pra të njëjtës linjë, të njëjtës automjete, madje nga ekspertët ka pasur edhe dyshime se ndoshta këto mjete nuk funksionojnë siç duhet dhe nuk janë në parametrat siç duhet pra mjetet e kësaj kompanie, por megjithatë hetimet në pjesën e më të mirë të rastit dhe në pjesën më të madhe të rastit kanë nxjerrë që kanë qenë për shkaqe edhe të drejtuesit të mjetit, ku njëri të paktën as të kohë u tha Aida që ishte me probleme të shëndetit dhe si pasojë le të themi ka humbur edhe kontrollin. Sigurisht për të ndalur tek rasti konkret duhet të presim edhe në vijim Aida pjesën e hetimeve, pjesën e ekspertizës së policisë rrugore derisa të zbardhet, pasi sigurisht është ende herë për të zbardhur Aida brenda këtij afati, por paraprakisht asaj se çfarë thotë vetë policia e ka arrestuar le të themi drejtuesin e automjetit Çlirim Shalka, pasi dyshohet se mund të shkelur rregullat e qarkullimit rrugor, pra në kryqëzimin e Pallatit Meshigjeta, ku po merrte në drejtim tani Besi, se jam e sigurt që ti ke pyetur edhe gjatë ditës sotme për të marrë disa detaje, sepse dua t'i rikthehem pak asaj se çfarë ndodh me drejtuesit e autobusave, pra të urbaneve. Për shkak të sensibilitetit, për shkak të ndjeshmërisë. Në kohë ka patur denoncime se ose janë pa lejen e drejtimit, ose janë të dehur, qytetarë të cilët ankohen, nuk di nëse ankohen në bazë të informacione konkrete, por sigurisht është një zë i cili duhet marrë në
konsiderat. Punojnë me orë të gjata, është një tjetër shqetësim. Po hetohen këto ka elementet të kësaj natyre, sepse si shtash dhe pak më parë, nuk kemi të bëjmë me një qytetar që pa diskutim duhet jetë ndërgjegjshëm, çohet mëngjes dhe ka familjen në automjet, por drejtuesi i një urbani në orarin e punës ka në dorë fatin e qindra personave, sepse bën pra gjitha të linjën që realisht nis nga të moshuarit tek fëmijët e deri tek gjitha grup moshat i përfshin. Po hetohet edhe këtë aspekt? Po, në fakt, Aida, të specialistët të qarkullimit rrugor, dhe oficerët e policisë gjyqësore, të cilët le themi kanë hyrë të gjitha le themi manovra teknike në terren për të zbardhur edhe shkaqet e këtij aksidenti, aktualisht po hetojnë edhe pjesën nëse drejtuesi automjetit ka qenë le themi mbi orët e lejuara në timon, pra në drejtimin e mjetit autobus, dhe patjetër që sigurisht në tilla raste në fakt Aida policia sheh edhe këto element nëse ka pasur ose jo le themi qëndrim të gjatë, dhe sigurisht edhe përpasoj lodhjes një pjesë të mirë të rasteve krijon edhe problematika të kësaj natyre. Megjithatë, është ende herë që themi dhe të dalim në konkluzione, pra sa edhe grupi hetimor në fakt Aida e ka në shqyrtime sipër. Sigurisht Aida në të tilla raste edhe si procedurë në aksidente të tilla, gjëja kryesore që bëhet dhe në momentet e para që ndodh aksidenti, drejtuesi i automjetit i nënshtrohet testit të alkoolit, dhe paraqësa është procedurë standarde, patjetër që e vesh nëse rezulton me alkool në efektin e alkoolit, e vesh edhe më shumë me përgjegjësi ligjore, dhe patjetër se pasi bën le themi testi i alkoolit, merret një dëshmi paraprake e personit, me njëherë më pas kontrollohet edhe pjesa tjetër e dokumentacionit. Çka do të thotë kontrollohet leja e drejtimit, pra nëse ka pasur patentën ose jo përkatëse, kontrollohen dokumentat e tjera të mjetit, pra nëse ka pasur qoftë pjesën e siguracionit, pjesën e dokumentave të tjera, apo më pas nëse do të jetë e nevojshme Aida në të tilla raste ku kemi një aksident, shi më pas edhe shkaqet teknike, nëse sigurisht nga ekspertët dhe nga grupi hetimor. Po, edhe automjetet, edhe autobusët, linja. Në çfarë gjendje është pa diskutim. Kjo mund të jetë prag një skandali nëse do ta hetojnë ashtu siç duhet, edhe mund të shërbejë si një rast precedent për të parë pak se çfarë autobusësh qarkullojnë në linjat e Tiranës. Dhe imagjino pas se çfarë mund ndodh në rrethe. Besi, nuk është i vetmi aksident. Po shoh që qarkullojnë pamje edhe të aksidenteve dhe ngjarjeve të tjera. Kemi hyrë në muajin e dhjetor, ku masat për hir vërtetës do duhet që të jenë shumë të larta, por ne nuk po na ndodhin në këto segmentet sipas flukseve turizmi, po na ndodhin në zemër Tiranës. Tjetër aksident ka pa dhe sot në fakt për hir vërtetës. Po në fakt. Po në fakt Aida ka pasur edhe një tjetër aksident ditën e sotme, rreth orën 6:20 të mëngjesit të kësaj të hëne, në kryqëzimin e ish sheshit Shqiponia, një drejtues automjeti me një automjet tip BMW ka aksidentuar edhe një tjetër shtetase, kjo e fundit në fakt këmbësore, e cila po kalonte në kryqëzim. Si pasojë e plagëve të marra, 49 vjeçaria nuk ka mundur dot të mbijetojë plagëve të marra dhe përpasojë ka humbur jetën. Mëson Aida që kemi të bëjmë me drejtuesin Desar Musa, ndërsa viktim ka mbetur Albana Hima. Menjëherë policët specialistët e qarkullimit rrugor, në fakt Aida edhe pas le themi aksidentit, kanë shoqëruar në komisariat drejtuesin e mjetit për veprime të tjera, për të marrë në pyetje dhe sigurisht për të zbardhur edhe shkaqet e këtij aksidenti. Sigurisht Aida në të tilla raste në fakt edhe siç parashikohet në kodin rrugor, në momentin që më pas aksidenti ka të bëjë me pasojë të vdekur, pasi shoqërohet shoferi, pasi merret në pyetje, pasi zbardhet paraprakisht se çfarë ka ndodhur mbi atë aksident, më pas i komunikohet edhe urdhri i arrestit, derisa më pas gjykata të shprehet edhe me një vendim të formës së prerë nëse ai ka qenë ose jo le themi fajtor në aksident, por fillimisht ai arrestohet dhe mbahet në paraputim derisa pjesa e hetimeve të mbyllen. E kuptoj, pra besi po identitetin e drejtuesit automjetit e kemi, se flas këtu për autobusin tashmë, sepse i tham
në aksidentin e sotshëm, ku kemi dhe një viktim për fat keq, po drejtuesi i autobusit? Kemi të bëjmë me shtetasin Çlirim Shalat, paktën edhe nga informacionet përmes burimive nga Drejtoria Vendore e Policisë së Tiranës. Ky është identifikuar si shofer i autobusit të linjës Green Line, i cili po drejtonte automjetin në mbrëmjen e së dielës, ku përfshi edhe në aksidentin le themi me 4 të plagosur, ku njëra prej tyre ishte le themi përdoruese e etiketës dhe ishte në rrugë, ndërsa 3 të plagosur të tjerë ishin pasagjerë të rastësishëm, të cilët ndodheshin brenda autobusit në momentin që ky mjet u përfshi edhe në këtë ngjarje rrugore. Pra kemi të bëjmë me drejtuesin e mjetit Çlirim Shala. Kërkoj janë pamjet që tregojnë edhe një herë këtë aksident me autobusin edhe mënyrën se si e ka marrë para, ku fati e ka shpëtuar në fakt 18 vjeçaren. Besi, unë të falenderoj për gjithë sa solla në vëmendje, për gjithë sa ndave me ne. Të përshëndes. Faleminderit.